Dëgjoj, Bledi, kush ka faj? Ai që blen apo këta që shiten? Shiko, Kuriku Kaqislami nga Partia Ka Socialiste. që i zi, madje. Kuriku nga Partia Socialiste. Po ishte tjetër pra, Iku për votën që i dha për presidentin aso kohë, Bujar Nishani. Jo. Kuriku, zoti Islami nga Partia Socialiste në Partinë Demokratike, teknikisht, që u bë dhe deputet pastaj, të rinjtë e formën të Partia Socialiste i shkuan ke shtëpia. Dhe e bën protest. Shumë e rënd ka qenë, e vërtet është. Ka qenë akt i rënd. Pra, Partia Demokratike nuk e ka bërë këtë. Por ka një gjë, Partia Socialiste mbajti qendrim për atë gjën. Dhe ishte edhe ajo atëherë në opozit. Madje për mua teknikisht më rënd një deputet që kalon Ylberi se sa periferik, siç e thot me drejtë Lela, që marrin ca poste pune. Sepse këta janë thjesht, si shohim ne, këto janë 8 poste pune, asgjë më shumë. Asgjë politike, thjesht 8 poste pune. Ajo që mua më shqetëson dhe që Partia Demokratike duhet ta shikojë me kujdes, është që ka disa individ këtu që duhen analizuar. Dhe për shembull, 2 nga individët që analizohen unë, është i pari zoti Dero Memaj, cili për mua, me thënë drejtë, i vetmi për cilin ka ardhur keq, ka qenë zoti Dero Memaj. Dero Memaj ka qenë nga të parët në Vlorë, që shkoi te rithemelimi, mbajti qendrim, u bë pjesë e asaj. Patjetër. Edhe atë do ta them, thash ka vetëm 2 individ, sepse për mua Ferdinand Xhafera është recidivist në këto vajtja ardhit sipas nevojave. Zheni Gjergji nuk është zonjë e keqe. Po Ferdinand Xhafera këshilltari i presidentit, po presidenti është mbi palët. Duan ta shkarkojnë. Profesion është do ta shkarkojnë. Patjetër, por gjithsesi mendoj që këshilltari i presidentit është institucion i lartë. Po unë mendoj që rol institucional, nuk është politik. Po të ishte deputet, si pretendonte, do ishte në korin e deputetëve që e kritikojnë qendrimin. Të paktën një këshilltar 50 vjeç e ca më kurse kemi këshilltar nga 25 vjeç. A ta mbaroj? Më fal. Dhe Zheni Gjergji nuk është një figurë e keqe, sepse ka vërtet figura lokale, por që ka një lloj valence të elektorative. Dhe për shembull, zonja Gjergji është një zonjë që përfaqëson komunitetin ortodoks në Elbasan, që janë një 8.000 votues ata. Zgjedhja nuk e kishte ortodokse. As pak. As pak, por që bëjmë një analizë, ta kuptojnë dhe qytetarët për kë po flasim. Pra, edhe në rast të Zheni Gjergjit, prapë unë kam një lloj kështu, që do thotë, unë do kisha bërë një analizë brendshme për të kuptuar pse. Po doja do duhet ta bëj një analizë të brendshme, po thua. Dhe jo vetëm për këtë lloj rasti. Unë do bëj një analizë brendshme edhe për mënyrën si po funksionon grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Pse? Për mua dalja e zotit Xhaferaj. Jo, atij tjetrit, Vlorës, me qira fjala, jemi prapë ke Vlora. I Bujar Leskaj. Në protest. Kundër vullnetit të tyre. Në protest doli dhe Fatmir Mediu. Po njëri bëri lajm se ndjes se po e them kishte pirë pak. Fatmir Mediu nuk është antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Problemi është që Partia Demokratike, gjë e fundit që i duhet në këtë moment është perceptohet që, si më thënë, rendi i brendshëm është shturur. Gja ka probleme Partia Demokratike, por të paktën në këtë pjesë nuk duhet çdoj. Dgjoj, te rasti UÇK-s nuk personalisht nuk është shumë problematike, po gjithsesi unë mendoj që ishte e gabuar dhe përveç se ishte tepruar dhe artikulimi që s'kujt po i hapër urdhrat. Mirë, pra, vinte nga një drek, ajo është state of mind. Mikpritjeje për miqt që vinin nga Kosova. E di pse ta mora krahasimin nga Kaqislami këtu. Ta thash Kuriku Kaqislami bëri analizë partia socialiste. Bëri analizë partia dhe ju bë gjyqi. Edhe për treguar dhe për të frenuar, sepse në fund fare vërtet është vullnet, domethënë bashkim kontributesh vullnetare. Po dhe ka edhe ca rregulla partia. Ka edhe ca linja që, si më ka ca kur flet kryetari. Dhe jo flet kryetari, por flet dhe bujari. Se kjo pastaj jep perceptimin e gabuar, jo vetëm tek brenda grupit, po edhe tek antarësia. Po ky është problemi që nëse mbledh njerëz që do dëgjojnë çfarë thot kryetari 100% dhe do e fshin gjithë individualitetin e tyre, do mbledhësh pikërisht këta lloj njerëzish, të cilët që ikin me një do fjalë të ikin pastaj sepse janë njerëz që kanë shtruar kurrizin prej kryetarit edhe thjesht do ta lënë nga kryetari tjetër. Kurse unë mendoj të kundërtën. Asnjë partie nuk i vjen e keqja nga rendi. Nga rendi moral, pa diskutim. E kupton? Edhe nga respekti për atut e partisë. Sepse ndoshta shpesh herë këto lloj atu shërben edhe për ta forcuar për ta bërë partinë më jashtë. Tjetër gjë respekti i statutit partisë. Nuk po them që ai mos dalin në studio të thotë që unë jam i pakënaqur me mënyrën si qeverisë Sali Berisha. Po kur ka një vendim grupi që ne mbështesim protestën, por nuk marrin pjesë, ti nuk mund dalësh dhe thuash që mos më ha fare për urdhra. Pse jo? Jo.
Pse jo? Ai ka marrë votat ai nga partia si deputet apo i ka marrë nga njerëzit? Po, ai ka Se marrë. ndoshta gjithë njerëzit që kanë votuar do donin që ai të ishte aty në protestë. Nuk dua të rrëshkas sepse prapë shkojmë nga ajo që i bëjmë gjyqjen Partisë Demokratike. Jo, po flasim parim ne, jo për Partinë Demokratike. Parimi edhe një herë, ti bëj trimin me Edi Rama ose bë trimin partinë tate, me që do çështë parimesh. Po ta bëje trimin Vlorë ti, ta kishe bërë trimin Vlorë, halal të shkoje ta bëje proteste. Edhe një herë po vetë Vlorë të dalë me 3 deputet. Po flas dhe për bën parim, trimin jo për partinë rastin tate. konkret. Atje mua kjo s'morri, me të thënë drejtën. Bledi e dikush Dhe është ti e di sa e problemi. duam Partinë Demokratike, po kjo nuk rri. Tani, sa i takon këtyre njerëzve, unë prapë ta thash do kisha bërë një analizë, edhe për atë që theti, për të parë, ore, se kjo goca për shkak, tash shi tregoj gjë. 30 sekonda. E ke për Manjola Nikollon? Për Manjolën. Kjo goca, Manjola që ka ikur është kjo goca këtu. Para një viti, thoshte kështu. Shikoj. Afrohet e mikrofonit. Kur data është 19 qershor, Para një viti. Prit, ma jep mua. Edhe mikrofoni. Ma jep mua se s'dita. normale, sezoni turistik duhet të kishte mbi një muaj që zhvillohej në normalitet të plot. Saranda po vuan ditët më të errta të saj. Punimet të rrugën kryesore dhe Ka në shkuar të përmirësoj Ka shkuar ajo ka vajtë për ta rregulluar. Pra, para një viti Saranda, kështu kjo ka shkuar të shpëtoj Saranda. Tani, të të bëj një pyetje unë. Kjo është kryetari i partisë kjo. Të bëj një pyetje Dhe ilustruese. deri para pak nuk ishte dhënë dorëheqjen Di për çfarë do akoma. analizën unë. Po. Duhet të analizoj për të kuptuar ore kush rekrutohet parti. Po pikërisht pra. Po. Kjo është çështja. E pra. Dhe këtu mund pastaj u futemi ke Se diskutimin që kemi dakord bërë ne i herë kërkojmë ai ishte PD-s. kjo lista e Hap dyert, hapu, ftohtë Aisha të kritik tjerë. mjaftueshëm, Aisha kritik mjaftueshëm. Po mos po ja, mos po hapen. Jo, Aisha kritik mjaftueshëm. Jo, ishte shumë i qartë. Faleminderit.